Thot të ndihmon soda e bukës për luks. Pyetje e mirë, po edhe unë e kom përgjigjen që duhet t'ju tregoj njerëzve që duhet të kenë kujdes në këtë aspekt. Soda bukës praktikisht ka dhe preparatet të cilët janë në bazën e sodës e butë, domethënë të sodës bikarbona, natrium bikarbonatit. Thuhet që në mjeksi se nuk ka neutralizues më të shpejt të aciditetit se sa soda bukës. Mirë po, është preparat që duhet përdoret për një kohë gjatë. Unë shpesh them se nëse jemi dikun larg që s'kemi mundësi t'i afrohemi një farmaci dhe të blejmë diçka një antacid, një inhibitor të pompës protonike, një H2 blokatore, ku ta diune, atëherë ekziston mundësia mirë, po jo keq përdorimet e mëdha. Për arsye se nëse bëhet fjalë për moshën e vjetër, natrium bikarbonati, vetë fjala e shqiptimit të emrit të saj substance, po tregon se ka natrium. Natriumi shkakton lodhjen e zemrës, do të thonë shumë shpejt mund të bie deri te insuficienca e zemrës. Kuptohet, moshën e re jo atë shpejt, po nëse bëhet fjalë për moshë të vjetër, atëherë është një faktor i cili mundet mi kontribu lodhjes së zemrës, ato që na quajmë insuficiencë kardiake. Mirë që theksuam me këtë rast, sepse shpesh kalojmë të këto naturalet apo ato që i kemi në shtëpi dhe diçka më afër që na ndihmon. Thotë çka mendoni është mirë të operohen hemoroidet? Tash operimi hemoroideve shkon sipas stadit. Nëse është stadi i parë, stadi i dytë, zakonisht të dy stade nuk operohen. Trajtimi medikamentoz me suposte të ndryshme antihemoroidale, natyrisht edhe me përdorimin e antitrombotikëve, sepse ato din shpeshherë të trombozohen edhe të shkaktojnë dhimbjet, kemi edhe gjakderdhje prej tyre. Stadi i dytë në fakt mundet në disa raste të bëhet edhe ligatura, domethënë lidhja e hemoroide dhe kputja e tyre, gjithsesi zhdukja e tyre. Por që aty ka dhe komplikime të ndryshme. Ndërkaq stadi i tretë dhe stadi i katërt janë stad që mund të asoj. Zakonisht sot aplikohet laser hemoroidoplastika për shkallën e tretë, ndërkaq për shkallën e katërt, edhe për shkallën 4 po ekzistojnë edhe metodat operative siç janë Milligan Morgan e tjerë, domethënë që operohen. Ku si rregull, edhe në shumë smundje tjera, nëse smundja nuk o qetësu, nuk ka kalu me intervenimet medikamentoze, e krejt ato edhe janë sidomos të stadit të tretë apo të katërt, atëherë intervenimi operativ është i pashmangshëm. Doktore, kemi një telefonat, po e marrim. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Mirëmëngjes, përshëndetje. Kam probleme kapsulokun, nështë shkon 2 javë, 3 javë, gati një muaj që nuk moj me kry nevojat fiziologjike. Po, sa vjeçare jeni? 28. A keni aktivitet, a keni hecje? Po aktivitet, po shumë mate e kam qitë problem, e nuk po di ku do të mu drejtu. Mirë, te gastroenterologu, fillimisht te gastroenterologu, pastaj sipas nevojës në rastet rralla dhe te kirurgu abdominal, por te gastroenterologu, ujë sa pini gjatë ditës? Ujë zakonisht valla pak, jo shumë. Po qaj është problemi kryesor, tash unë do ta shpjegoj një fenomen. Edhe shumë, po kam ajtje kështu në barkë. Po, ajo është zakonisht në lëkth. Ajo për shkak të mos eliminimit të gazrave të mosës të jashtëqitjes. Fruta për shembull a përdorni moll, dardh, kivi, kompotet kumbullave tjerë. Ko edhe që shumë barna kështu që ami këtu sensëm një monhet. Shiqa, tash faleminderit për përgjigje. Tash është problemi kështu. Absorbimi definitiv i ujit, domethënë për kërkesat të organizmit, për nevojat të organizmit, ai fundit, jo vetëm në organet tjera, por në traktin digestiv, në organet tjera, por edhe në traktin digestiv e kemi tash te koloni, domethënë te zorra trash. Shqeni këtu është një fenomen shumë interesant. Nëse për shembull në zorë ekzistojnë 2 litra ujë, organizmi ka nevojë për 2 litra gjys ujë për nevojat e veta të brendshme. Organizmi absorbon ato 2 litra ujë. Do me thonë, në një farë mënyrë të shprejhem shtu, nuk i intereson nëse zorra ka mbet pa e keni të qartë në të kuptimin shtu për me thonë. Prandaj, këtu qëndron edhe ajo se nëse nuk përdorim ujë sa dohet, nëse nuk pim ujë sa dohet, në kuptimin që me përdor për shembull 2 litra ki për shembull personat cilët mbrena ditës e pinë vetëm 1 gotë ujë. 1 gotë ujë është pak, edhe 2 gota ujë janë pak.
Tash si mas peshës trupore përcaktohet të sapo. Parafërsisht, diku 1,5 litër deri në 2 shkon për femra, 2 mesatarja, 2 deri në 2,5 shkon për mashkull. Po pesha trupore e përcakton. Gjithmonë të pasë kujdes edhe për sezonën e verës, kur kemi për shkak djersitje ma sforcume, ma të shtome, atëherë. Mirë po, jo të shkohet në sasi të tepërta të ujit. Për shembull, unë kam persona, paciente cilët vinë edhe rrëfejnë, thonë 5 litra, 6 litra ujë. Unë nuk i kisha preferu kërkuj 5-6 litra ujë, do më thonë me i pi për atë kohë. Për arsye se aq bëhet një hipotoni e organizmit, edhe aq bëhet një dopsi e tonusit të enëve të gjakut dhe i përmbajtjes brenda vaskulare që sta mërmenja që mundet me paraqit probleme edhe në sisteme tjera, posa që është në tru, pastaj të shkaktoj vazhdimisht një lodhje, një marramendje, një kputje, tjere. Prandaj duhet të merret aq sa është e parapame sipas peshës trupore. Natyrisht se konsumimi i pemëve që i përmenda dhe vetë gjatë bisedës me dëgjosen, duhet pa tjetër të jetë normal që aty duhet përshkruhen edhe banët në mënyrë që do bëhet nxitja e motilitetit të traktit digestiv gjithsesi të zorëve për eliminimin e masave të jashtëqitjes. Normal se këtu është mirë fillimisht në të raste të bëhet një ekzaminim, një irigografi. Do të thonë, irigografia do të na sqaronte ato pozicionet anatomike të zorrës dhe pastaj në varësisht prej pengesave që edhe përkundër dietës, edhe përkundër ujit që mirën, edhe gjitha që i përmenda, edhe përkundër trajtimit që po bëhet, atë nëse kemi më shumë një dolihokolon, do të thonë një zgjatje të tepërt të zorrës, diçka, atëherë mund të ndërhyet në fund të fundit. Mirë po, problemi është se anatomikisht zorra është e shëndosh. Nuk është që kemi ndonjë tumor, ndonjë polip, ndonjë diçka, por për fat keq në të raste duhet ndoshta të hiqet çaj pjesë e zorrës që është më e dobësuar. Doktore, kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Mirëmëngjes, apo dëgjona? Po, porna. Kështu jam me kolit që 2 vjetë e gjys, po që 2 javë jam të trajtu kolitin me rinvaç upadacitinib. Po kam kapslëk edhe dhimbje në anën e majtë fundit barkut, e kom bo edhe rezonancë magnetike, gjithçka ka dalë në rregull, jam të përdor antibiotik, po kam shumë dhimbje dhe dhimbja po shkon poshtë. Po, e antibiotik pse je ti përdor? Se më ka dalë CRP-ja 105. Në thonë ki edhe një infekcion shtesë që mundet me shku ka ndoshta një preseps apo diçka. Ajo me antibiotik normal, me antibiotik parenteral, dhe më thonë përmes infuzione nuk isha preferu fort me ata që miren enteral, dhe më thonë perës, për arsye se mund shkaktohet një disbioz, dhe më thonë një shregullim i florës normale të barkut që mund të ketë edhe pasojat e tjera. Unë të kisha preferu që të bëhet një evaluim i ati kolonoskopik, i ati polipit. Polipi është në zorë, po? Po, se ka polip. Një evaluim i polipit, për arsye se polipi sot konsiderohet, sidomos nëse është i përmasa më të mëdha 2 cm, gjys, 3, 4 cm, konsiderohet si një prekanceroz. Prandaj unë kisha thonë që të përshpejton me këtë procedurë të polipektomis normalisht pas qetësimit të gjendjes të cilën e ki gjendjen inflamatore, pasi që CRP-ja është 105, normal që duhet trajtosh edhe nga una infektologut për atë gjendje dhe nga una e gastroenterologut edhe të bëhet polipektomia me kohë. Nëse unë i polip për shembull 2 cm, gjys 3, ai polip duhet hiqet pa tjetër. So unë thash se ajo është prekanceroze dhe që shumica polipve, shumica e karcinomave të kolonit rrjedhin prej polipve. Pra unë shpesh herë them edhe me kolegët e mi se më të vërtet nëse kancere tjera nuk mund të detektohen me kohë. Prandaj ato edhe evoluojnë, rriten, japin metastaza. Domethënë polipi i kolonit mund të detektohet me kohë. Edhe hiqet polipi, domethënë praktikisht e ke hek një kancer potencial zorrës. Prandaj që ty është ai problemi që kolonoskopia me polipektomi pas qetësimit të asaj gjendje inflamatore duhet të bëhet gjithsesi. Doktor, ka edhe shumë pyetje tjera të cilat kanë ardhur, po e marr edhe një telefonat tjetër, le të jetë kjo telefonata e fundit në mënyrë që të vazhdoj edhe me disa pyetje tjera që po aq kanë rëndësi. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Mirëmëngjes, desha një pyetje për doktorin. Po.
Unë e kom pas sëllëm kardiola, sëllëm kom pas në zamër, po ku të shkoj për Prishtinë, kom vjellje, kjerët këti gradi. Më mundën shumë. Po. Do më thonë vetëm gjatë vozitjes, kështu, gjatë ngasjes e veturës, në momente tjera nuk ki. Dikon 50 kilometra dhe që ka në Prishtinë, do më thonë, ka 3 herë rrugës dhe që ka atje që vjellë, kështu. Po, shumë pak ko gjasa me qenë problemi të traktit digestiv, ose mundet me qenë përshonë nëse ti ke konsumu diçka gjatë para se me ngas veturën, po problemet më të shpeshta në të rasti gjatë ngasjes e veturët janë të ashtequiturat kinetoza. Kinetozat janë çrregullime, domethënë të sistemit vestibular, pra që kanë lidhshmëri. Unë të kisha preferuar që ta bësh një kontroll, një vizitë edhe te ORL, dhe pastaj disa ekzaminime laboratorike, helikobakterin, pastaj një ehot abdomeni dhe ekzaminimet e tjera, si që është për shembull niveli i ndyrnave në gjak, transaminozat dhe analizat e tjera, a gjithsesi një konsult edhe me neurologun, për arsye se problemi mund të me qenë i natyrës ORL, pra ato që na më shpesh e quajmë kinetoz. Kinetoz, domethënë, ajo ndjenja e marramendjes, ajo ndjenja vjelljes e këtë gjatë lëvizjes. Po vazhdoj shpejt edhe me disa pyetje, doktor, se jemi krejt në minutat e fundit. Të që një vjet kam probleme jashtëqitjet ndodh brenda ditës deri në 10 herë, shumicën e rasteve çdo ditë 5 herë në ditë. Kam bërë të gjitha analizat, kam përdorur shumë barna, por nuk kam pas sukses. Barkëqitja që sa kohë, ndoshta se ka cekë që sa kohë. Që një vjet thot kam problem. Që një vjet, do më thonë, që një vjet me 10 barkëqitje, deri në 10 barkëqitje në ditë, do më thonë ajo e meriton një hulumtim. E meriton një hulumtim. Tash problemi është, a e në barkëqitje me gjak, apo e në barkëqitje pa gjak. Nëse në barkëqitje me gjak, normal se do të shkon evaluimi drejt një kolonoskopie, me analiza që i ceka ma heret kalprotektina në feces, edhe nëse ka përdorë pacienti, mos të harrojmë edhe këto se mas përdorimit të antibiotikve, shumica persona fitojnë një të ashtëquajtur kolit pseudomembranoz, është një kolit i cili shkaktohet nga një bakterie cila është mjaft e rëndë për traktin digestiv dhe cila mbi vendoset si pasojë e shkatërimit të florës